Trump njofton eliminimin e Nio Guerrero, liderit të organizatës terroriste Tren de Aragua. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump ka njoftuar se ushtria amerikane ka eliminuar Hector Rustenford Guerrero Flores, i njohur si Nino Guerrero, lideri i organizatës kriminale terroriste Tren de Aragua. Në një mesazh të publikuar në platformën Truth Social, Trump deklaroi se Komanda Jugore e Shtetit të Bashkuar kreu një operacion të shpejtë të vdekjeprurës, i cili përfundoi me sukses me eliminimin e 43 vjeçarit, për cilin autoritetet amerikane kishin vendosur një shpërblim prej $5 milion. Sipas presidentit amerikan, operacioni zhvilluar në koordinim të ngushtë me autoritetet venezuelane, duke dhënë detaje për vendodhjen apo kohën e saktë goditjes. Në postimin e tij, Trump publikoi dhe një video ku shihet momenti i goditjes së një ndërtese nga një prerë dhe ndjekur nga një shpërthim i fuqishëm. Tren de Aragua nuk ka asnjë stre të sigurt në Venezuela, po kudo tjetër ne do t'i ndjekim këta vrasës dhe trafikant droge kudo që të jenë, deklaroi Trump. Shtëpia e Bardhë, Pentagoni dhe Komanda Jugore nuk kanë publikuar ende detaje shtesë mbi operacionin.